Gjithçka filloi me një aparat të thjesht digital dhe një dëshirë të pastër për të kapur momente, theksoi fotografi Naser Ismaili. Ai tha se fotot e para ja ka bërë vetes, thjesht për pasion për të provuar se çfarë mund të shihje ndryshe përmes fotografisë. E kështu, pa e kuptuar as fotografi Naser Ismaili, nisi një zinxhir pune, emocion dhe përkushtim që nuk është ndalur deri më sot. Një aparat i thjesht është bërë çelësi si profesionit, por edhe i suksesit të fotografit. Ai thotë se duke filluar puna me klient, evente, portret, natyrë dhe shumë më tepër, fotografia është kthyer nga pasioni në profesion. Realisht fillim kur ja nis me fotografu, nuk është që kum fotografu dikant tjetër, ja nis vetet me bëj fotografi. Ndoshta kum përsërit shumë herë, po kjo është realiteti që në fillim ja nis foto vetet me bëj, edhe njerëzit që shifshin fotot në rrjetet sociale janë njësi me pas interesim edhe thyshin kush i ka bo, unë kur i ka dhësha që unë i kom bo, thyshin na mund edhe neve me provu me na bo disa foto. Mas një kërë njësa me o bo atinve, kjo punë është interesant, është si zinxhir, nëse te fotografon dikan rreti atinve, mas të interesohën edhe nëse janë njësë me bo punë të mirë, besoj që të krejt feedback për këtë tjerve që ka i fotografon, edhe qashto vjetë shkon të bo manat edhe. Bash emrin sak nuk e moj mend që ka një digital i vogël që as nuk e dina pika ka ardhe digital, me digital në përveç fotove kina bo dhe do video, kështu që ai digital si një lloj çelësi këtë kësajna që kam rrit deri sot, po sigur që shumë ma i dopt edhe pjesën e Photoshopit, në atë kohë kur bo besoj që jam shumë ma i dopt. Po, një gjithçka që ka shumë dallim prej aparaturës që ka kam. Besoj që është edhe një farë zanati se nuk menoj që në me bo secili. Edhe kur thot dikush a ki një farë zanati, menoj që muj me shprej fotografinë si pjesë zanatit, se është diçka që mësohet, është diçka që jetohet. Po të njëjtën kohë është edhe profesion, se jam të punu me qëtë profesion shumë vjetë kati edhe kur e nis fillim nuk e kum besu që kam rrit deri çto, kështu që edhe sot ka njerëz që bëjnë pyetje sikur lajte të marr me këtë punë. Kjo punë do nalet momenti kur do nalet interesimi i njerëzve. Kështu që mendoj që këto dy kategori kisha më të vështirë. Sipas fotografit Naser Ismailit, përdorimi i programeve për përpunimin e fotografive është i domosdoshëm, por vetëm për rregullime teknike, si ndriçimi, kontrasti apo ngjyrat, jo për të ndryshuar realitetin e imazhit. Ai thekson se edhe inteligjenca artificiale ka filluar të luajë rol në fotografi, por ajo nuk mund të zavendësoj syrin dhe ndjeshmërinë e fotografit. Për të, fotografia e mirë mbetet ajo që ruan të vërtetën e momentit. Bash vitin 2010 e kum përdor Photo Impact, është një ndër më adoptat edhe akon më e lehta. Edhe ka një moment që ma ka ndryshu komplet këtë pjesën e editimit për shkak që u prish ajo Photo Impact, por shiqër zote që e prish se hina në Photoshop. Photoshop është baba i këtë programeve, edhe Photoshop ka drejtim edhe në fakultet ka, për shembull, të mundesh me marr edhe me ushtru, ka konkurse, ka kurse, edhe unë Photoshopin e përdori mas shumë, ti mundona me marrë çdo Photoshop që është ma i ri, njëjtën kohë e përdori Lightroomin, përdori presetsa që paguhen efektet për fotografi, edhe herën e fundit në Photoshop AI, inteligjenca artificiale, që po më ndihmon realisht shumë, ka dilema të fotografat, editorët, e dizajnerat që nuk e dina kjo puna e inteligjenca artificiale, a do jetë dobi për neve, a dhe mundësoj e secilit njerë të editoj edhe ai që s'ka pas aftësi ndoshta për me editu. Unë deri sot e shoh që ato më ndihmon shumë, edhe jam shumë i gëzuar që ekziston për shkak që po më ndihmon shumë për kohë, po ma jep atë luks që me mujt edhe pse i shkojnë në njëjtat vena ndoshta me fotografu, me shtu diçka me më du pak si ndryshe, kur e lejon klienti, se ka shansën e klient me thonë, unë nuk du më ndryshu kur gjo, du ta maj men kujna kanë të veni. Të gjithmonë me lejen e klientit. Qetër, patjetër nuk guxoj me eksperimentu diçka për qefin tem, se funit atë që mu më kanë kërku edhe duhet të jenë ato të knasht, po e përdori shumë, menoj që e përdori shumë edhe shpresoj të na ndihmojë, shpresoj nuk do jetë arsye për me i lanë pa punë ato që dizajnojnë, ato që bëjnë edit. Unë është me pa dhe si rrezik nëse besojna që bashkë secili njerë që di kujtohet dhe mundet me hi atje dhe me kriju diçka, papet menoj që është pjesa kreative e jotja. Edhe puna e Photoshopit menoj që ka bo gati të njëjtën. Edhe në Photoshop ka mujtë secili me blej. Edhe me përdor, po apet duhet pjesa e kreativitetit tanë. Unë si biset njerë, kër folëm për AI-në me disa shokë, përmeni një rast kur para 100 vjetëve, këto që janë marrë me bujqësi, kur kanë dalë aparatura e re,
nuk e di unë traktora e gjana, janë friguar që mo s'ka me pas për bëjtë të punë. Nuk është e vërtet, thjesht veç ta lehtëson punën. Unë mendoj që njëjtë edhe AI-ja sot që folna, duket sikur mundet se cili më bë, po unë apet mendoj që ka dallim. Këtë fotografat që i njoh, ku fol me këtë në 90% halas e kanë nisë me përdor, se nuk ju duket diçka e mirë. Majse si duket atinve e mirë, unë do vazhdoj të e bëj, se mendoj që është në trend, jo veç unë, por këtë ato që janë të përdor, mendoj që janë të mundu me kap trendin, edhe duhet më kanë kohë vazhdimisht që. Kështu që nuk mendoj që është gjë e keqe sot për sot, nuk e di mas do vjetë çka do mendoj për dasho veten që më fol. Unë kur jam nis fillim nuk e kam menu që ka me mri çfarë shumë interesimi i çifteve, se u mendoj që karakterizohen si fotografi mirë i çifteve. Po, fillim jam nis me djem të ri që ishte koha e fillimit Facebookit, ishin interesimet ndaj fotografive më profesionale për me marrë më shumë lajka. Edhe në atë kohë kurse kom besu që ka me mri koha për me ardhë qifte që shumë. Po, e maj men para 8-9 viteve, kom fotografu qiftin e parë dhe prej atëherë është interesimi muj me thonë 80% i qifteve. Me faktin që tash këtë vitin e fundit e kom hapë fotostudion, është interesimi shumë i madh për fëmijët e vegjël, për do të thonë ditëlindje, për gra shtatzane, për çdo punë. Po apet mendoj që fokusin kryesor e kam qiftet, edhe mendoj që jam më i miri te çajo, edhe unë për vetë jam fotograf që e kam rekord mas shumë viteve me hap studio, për faktin që çaq shumë jam kanë angazhuar me çiftet që dojnë më fotografu jashtë, se 90% çifteve dojnë më fotografu jashtë studio, edhe për sinin tem është një farë simboli si benim shelt. A çiftin kur e nxjerrë në fotografi do me fotografu dikun hapur, diçka liçen, diçka ma që simbolizon diçka liria, kupton? Po, jo që s'ka interesim, dikush thot duan edhe fotostudio, se ka njerëz që kanë shije pak më thjesht, pak e duan vesh një background një ngjyrshë, kështu që apet unë do të më përshtat çka do ato. Çfarë kërkojnë ata mas shumë ti të them, dojnë ndonjë ndryshim, apo kur fillon ajo pjesa e editimit apo përpunimi i fotografive? Këtu definitivisht ka dallim çifti për çiftet. Mund me dalë edhe në çift që me thonë unë nuk du hiç Photoshop. Jam pak më trall, po ka përqindje e madhe që kur e kuptojnë që unë çka muj me bëu me Photoshop, është një ndër arsyet e para që rezervojnë te unë. Se unë mendoj që gati s'ka diçka që s'muj me bëu Photoshop. Çka do të kërkojnë? Normal që s'duhet me kalu kufinin, asnjëherë s'duhet me kalu kufinin e teprumës, do të thonë dush me bo një fotografi qashtë mirë, po të njëjtën kohë mos të vrejhet që është e bo me Photoshop. Unë e përmenin një gjanë bashkë direkt që pjesë gushës shumica e kanë si problem. Edhe fotografi pak nëse ulin krijen kjo pjesë i delkeq, edhe unë kur ju të shpjegoj që këta muna me ndryshu rrinë rehat dhe besoj që është një pjesa e krave, shumicës nuk i pëlqen, pjesa e barkit. Çto janë tre gjëra që mas shumë ti kërkojnë më ndryshu, ama apet nuk mundesh me tepru shumë që mu dukaj person se dikush tjetër se sadopak është dita e darsmës atinve, se më shumë ndodh pjesa kur fotografoj darsëm. Po u mendoj që këtë apet rina në kufi të asaj që mos me bo ekstrem ndryshime. Ju personalisht jeni në atë pjesën e fotografave të themi që jeni më kreativ apo qëndroni të asaj natyrale? Unë mendoj që, se shpesh jam të përmen fillimet, po në fillimet e mia kom provu pak me eksperimentu pak se shumë, edhe kur nuk jam pishman se që ajo më ka karakterizu për fotografave tjerë. E shoh që kërkesat e njerëzve të shku, të ndryshu, edhe e shoh që kanë nisë, dhe përdori një fjalë anglisht, less is more, sa ma pak ma mirë. Edhe njerëzit ja kanë nisë me lip kërkesa pak ma të vogla, ma natyrale, edhe pse pjesa e Photoshopit tash a perfekcionu edhe ma shumë mund shpego ndryshimet në loja, po kur thamë ma natyrale në aspekt personave që i fotografon. E ambientin, kur ka mundësi me ndryshoj maksimalisht. Për shijen teme, shumë ma e mirë është kur fotografon ndarësëm, se ka një farë si luks, duket shumë ma luks, përshtatët shumë e veshin, shka e kanë se gjithdo se në dzidza, katlëke, diçka është ma elegant, po apet mbarët qifti për qiftit. Ku do që ato dojnë, unë ja u sugjeroj prafërsisht një 10 lokacione rreth Shkupit, ku është lokacione që janë publike, që s'ka nevojë as me kërku leje për me fotografu, edhe shkojna në ato ku dojnë ato. Do të thonë, kam natyrë, kam liçenet, kam ndërtesat e mëdha, vendet urbane, edhe restoranet, hotelet, ose naj muzej, ku e diçka. Kështu që për mu, personalisht, shumë është mirë kur shkojna me një vend të ri. Po, në vendet e reja, se zakonisht që i di në i vend që është shumë i mirë, ti mund shme nxjerrë 2 foto dhe 3 foto të mira, pse është veç
një mur I heshëm. Qëllimin është që ato 10 lokacione që çoj unë janë lokacione që mundesh me nxjerr për 100 foto ndoshta ndryshme. Edhe kështu që unë I di një 10 vende në Shkup që janë, ndoshta ju I keni pas janë përsërit me paketë fotografave, po si zakonisht që aty shkojnë ma safe, ma sigurt, apo dhe. Edhe pse me vetë mua kisha dashur në restoranin që ato e kanë dashur, para se me shku Krushqit, para se me shku Dasmort, me I fotografu qiftin, që ta kenë edhe një kujtim në ditën ku janë fotografu që atë e kanë bo dashur. Po pa njerëz. Është pjesa e punës, e marr aparatin edhe thash mundona maksimalisht me u përshtat ata që ka lip klienti. Kështu që unë kur jam vetë, unë edhe kur shkoj me në udhëtim nuk e marr aparatin. Është pak e çuditshme, ndoshta duket sikur një person që do nxjerr veç pare, po jo, mu më gëzon kur e shoh klienti që është I kënaqur. Kur klienti thotë ti çka ke bëu atë ditë, na ke bëu neve me pas një kujtim, një ndër kujtimet më të mira jetës tonë. E tham këta për shkak që ka shumë dhanor që nuk I den fotografitë. Po çaj njëti dhëndër që nuk I do fotografitë, mas ne shoh foton që unë ja kum bë, e ka nxjerr në WhatsApp, në Facebook, në Instagram, e ka ngjitur foton në frigorifer, në pijama, e ka ngjitur. Kështu që thotë mas ne ma ke dru pak mendën, që unë po menu që s'di me dalë fotografi, po menoj që e kam atë aftësi edhe me I liru pak, edhe me ju kallëzu anën ka cila më shumë I del fotografia më e mirë, I liroj, I bëj foton më mirë, edhe mes ne menoj që ja ndryshoj menën edhe atinve që menën që nuk I doj. Kështu që është kënaqësi për mua kur e shoh një klient I kënaqur. Edhe pse ta du me I fotografu shumë njerëz. Të më kështë kallëzu ma herët që ma bo këtë pyetje, ndoshta kisha hulumtu pak edhe kisha këshirë në e foto. Është një foto që unë e majnë telefon si zakonisht, kur e shoh që ka qifte që e kanë atë dyshimin edhe dalin fotot e mira ose të këqija, se sigurisht një kur fotografojnë në një ambient, I mund me pas në esen të keqe në atë ambient, ato nuk e din që mund të bëjnë ndryshimin, edhe unë ja u kallëzoj si zakonisht atë foton. Kështë që kam foto, kështë që e kumbo, okej, lirohen. Ose ka pas një rast, një djalë ka studiu në Medinë, nuk e di ku, edhe më ka thënë, atë ditë që jam fotografu këtë klasa e me shkollës atje, unë se jam kanë në atë vend, a ka shansë më fotografu këtu edhe me ma bo prapa vina atimve, e ku më bo njëtë si kur më kanë atje, edhe e di që qatër ku më bo një fardushimit matë, me vetë faktin që të njëjtën foto e ka treguar te klasa dhe e kanë përdorur edhe atë foton sikur më kanë ai pjesë. Gjatë prezantimit të tij, Ismaili demonstroi konkretisht punën që bën, fotografoi një vajzë për ditëlindjen në studion e tij dhe në fund tregoi hap pas hapi për punimin e fotografisë me programin që përdor zakonisht. Ato që janë fotografa e din, është fotografi nëse shumë foto e bardhë, ja kthen ngjyrat sakta të lëkurës ose çdo send që është djeg fotografia, ose kundërta me bardhë, ja kthen ngjyrat. Po unë shumë fotografi mirë, se pas na djeg hiç. Për shembull, te bluza nuk është shumë ergovant, ja kthen ngjyrat komplet. Ose shumë e bardhë, ja kthen bashkë me pa çdo detaj. Edhe njerë. Nëse është foto e djegët, mund ja kthen ngjyrat me pa. Janë disa gjana që mund është. Në kush thotë I dush fotot shumë më të bardha, mund shme këti ngjyrat, por nuk pas ka shumë nevojë që të me bo ndryshime, kështu që dë vazhdoj me editu pak, që nëse du me shtu diçka, po thëna me inteligjencën artificiale. Purple Flowers, vesh si shembull, ta shoh në çka po na jep, a mund më përshtat me ambientin. Jo që është patjetër me bo këta, por nëse dojna veç me pa një eksperiment nëse e bëjmë. Do të me prit pak. Në herë ta letëson punën, për në herë edhe dhe me të marrë pak kohë, por nëse do me bo foton sa më mirë, dush me provu disa mënyra. Shtu pak, ose në këta nëse do pluri, ose këta. Nështë asë kësha nuk heq lule këtu, po e bona vesh si shembull. Te pastrimi I ftyrës, zakonisht e kam një program që e bon pjesën e pastrimit ftyrës automatikisht.
Në fund Ismaili u jep një mesazh të qartë fotografëve të rinj të mos dorëzohen kur dhe të ndjekin pasionin e tyre, sepse suksesi vjen me përkushtim dhe dashuri për artje. Se zakonisht intervistat që jeni për fotografave që kanë pak më shumë eksperiencë, janë pak arrogante dhe nisin me kritiku këto të rit, edhe pse duken e sikur jo, po I lavdojnë ne, jo, folin keq, është gabim shumë I madh me u prej krahut atyve që veç fillojnë me vë diçka, edhe unë jam qenë një fillimtar, edhe sot pse kanë kalu 15 vjet për dikant që ka karrierë 40 vjet, ndoshta unë jam një fillimtar. Kur qysh mos na lën, nëse shohin që ka talent, nëse nuk ka lidhje, nëse s'ka shumë aparaturë, ka me mni aparatura, nëse kanë kreativitet, nëse çdo sen e lidhin me fotografi, unë e vresha vetin në fillim, çka do që shifsha e paramendosha në foto që çdo duket. Kështu që nuk duhet më ndalu, po. Tash patjetër e kam me thënë edhe këtë pjesën tjetër. Nëse ti e shet që nuk ki sukses, janë të kalu disa vite, ti thjesht të lan një punë tjetër që sigurt ki me pas sukses, tu marrë me një punë që veç nuk I du dorëzu. Është një thanje në atë demotivuese që thënë, jo veç pse nuk do dorëzohesh do kesh sukses. Kështu që nëse shet që ka përmirësime, ti shif fotografitë e tua, shif tutorialsa, shif dokumentar për fotografi, nëse shet që ato të kënaqsh tu e bëh këtë punë, pa dyshim mos e se suksesi s'ka dyshim pa ardhur, se fotografia nuk është që shkon të zbeh, po shkon veç të rritë dëshira edhe njerëzit që bëjnë fotografi s'kan munal besoj asnjëherë. Fotografia nuk është vetëm një imazh, është një kujtim I paharuar, ajo ruan momente, emocione dhe histori që me kalimin e kohës bëhen edhe më të çmuara. Në fund një foto e mirë nuk është thjesht e bukur, por ajo që mbetet përjetësisht në kujtesë.